Qendra spitalore Nën Tereza ka njoftuar ditën e sotme ndarjen nga jeta të mjekes anesteziste Nërtila Kodra Gora, teksa i shpreh ngushëllime familjarëve që su të njofton se ajo i shërbente spitalit prej 27 vitesh. Në reagimin e saj që su të shpreh ngushëllimet familjes, miqve dhe të afërme për ndarjen nga jeta të mjekes anesteziste, doktore shkencave mjekësore. Prej 27 vitesh, Nërtila ka shërbyer me përkushtim, ndershmëri dhe humanizëm si mjeke specialiste anestezisë dhe reanimacionit, pranë shërbimit të kirurgjisë së përgjithshme në QSUT. Ajo spikati për profesionalizmin, urtësinë dhe dashurinë e pakushtëzuar për pacientët dhe kolegët. Në këtë moment të vështirë, stafi i QSUT-s u shpreh ngushëllimet më të sinqerta vajzave të saj, bashkëshortit, prindërve, miqve dhe kolegëve që ndanë me të jetën dhe profesionin. Pusho në paqe, Nërtila, do të kujtojmë me respekt e mirënjohje të përjetshme, thuhet në reagim.